vëllezër nderuar, për të transmetuar, për të ndarë bashkërisht temën e sotme, do ta duhet që të shkëpusim një fragment apo të përkujtojmë diçka nga ajo që ne trajtuam në xhuman e kaluar. Dhe për ata që ishin prezent, nëse ju kujtohet, ne sollëm një ajet kuranor ku Allahu i lartësuar na tregon ne ndjesinë, fjalët, trishtimin e atyre që janë të destinuar të përfundojnë në ndëshkimin e Zotit të lartësuar. Sepse të gjithë e dimë që kjo botë një ditë do të marrë fund, dhe të gjithë e dimë se një ditë do të vendoset ajo peshorja e drejtësisë absolute dhe njerëzit do të dalin përpara Allahut të lartësuar dhe secili do të japi llogari për gjithçka që ka vepruar. Në këtë ditë, përpara syve të njerëzve nuk ka më perde dhe nuk ka gabime në llogari, secili i bën mirë llogaritë. Dhe Allahu i lartësuar në Kuranin famë lart, edhe për ta mëshiruar ne, edhe për ta ndihmuar, na sjell dhe disa fragmente të asaj dite dhe disa përshtypje ndjesi të njerëzve në atë ditë. Dhe prej këtyre ndjesive, përshtypjeve është momenti kur pa besimtarët, ai që ka bërë zgjedhje të gabuara në jetë, kur si thua të bëhet gati për të hedhur aty në gropën e errët, në atë ndëshkimin e dhimbshëm në zjarrin e xhehenamit, të gjithë pa përjashtim do thonë "Law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir". Nëse do të ishim të logjikshëm dhe nëse do të ishim të vëmendshëm, ne nuk do të kishim përfunduar këtu ku përfunduam. Dhe ne thamë që shumë prej njerëzve janë të destinuar të vuajnë në këtë botë dhe në këtë tokë. Për faktin se nuk janë as të vëmendshëm dhe nuk janë as të logjikshëm në zgjedhjet e tyre. Për faktin se në momentin që flitet dhe në momentin që tregohet, transmetohet ajo gjë që Allahu i lartësuar ka shpallur, ajo gjë që Allahu i lartësuar ka skiccuar për njerëzit, ajo gjë që Zoti i gjithësisë e ka zbritur si mëshirë, si jetë, si zgjidhje për njerëzit, i shikon në një farë mënyre o të pavëmendshëm, o të shkujdesur, ose me prioritetet të tjera. Pra, nëse do të ishim të vëmendshëm dhe nëse do të ishim të logjikshëm, ne nuk do të përfundonim këtu ku përfunduam. Po, edhe në raport me zgjedhjen e besimit, po edhe në raport me disa zgjedhje në jetën e kësaj bote, shumë problematika e njeriut i vjen për faktin se nuk është i vëmendshëm, nuk dëgjon. Dhe gjithashtu atë logjik që i ka dhënë Zoti i lartësuar, atë mendje që i ka dhënë Allahu i lartësuar, nuk e përdor për dobinë e tij apo për të mirën e tij. Tani, po besimtarët, po njeriu i mençur, njeriu i zgjuar, njeriu që ka bërë zgjedhjen e duhur, merreni lexojeni Kur'anin famullar se sa shumë i ngre, i lartëson, i lavdëron Allahu i lartësuar për faktin se kanë vendosur në përdorim dhe kanë shfrytzuar këtë thesar që i ka dhënë Allahu i lartësuar njeriu, që është pikërisht mendja, që është pikërisht logjika. Po të meditojmë, do të shohim se në fen tonë në Islam, çdo gjë që e cënon logjikën e pastër të shëndosh të njeriu, është kategorikisht e ndaluar. Dikush prej njerëzve rëndon mund të sulmoj, mund të ngacmoj, duke të thënë, e mo ju muslimanët që nuk pini alkolin, e mo ju muslimanët që nuk ecni me kohën. Themi ne muslimanët po, sepse Allahu i lartësuar dëshiron që ta ruaj qenien njerëzore, ta ruaj njeriu, të dëlirë, të pastër, të kulluar, të shëndetshëm, dhe çdo gjë që i cënon njeriu, 5 gjërat e shenjta dhe të shtrenjta që i ka dhënë Allahu i lartësuar, nëse të cënohet një prej këtyre të pestave, kategorikisht bëhet e ndaluar. Sepse Allahu nuk dëshiron që njeriu të shkatërrojë veten e tij. Prandaj merri, medito në të gjitha ndalesat, në të gjitha haramet që kemi ne në fen tonë. Merri dhe medito, merri listoj dhe medito. Të gjitha pa përjashtim. E dini pse janë të ndaluara? Sepse dëmtojnë një prej 5 gjërave të shenjta të shtrenjta që ne e kemi. Dhe cilat janë këto 5 gjëra të shenjta të shtrenjta që ne e kemi? E para njëra është feja e pastër. Çdo gjë që cënon fen e pastër, raportin korrekt të pastër, të dëlirë me Zotin e gjithësisë, nëse të del diçka përpara, bëhet e ndaluar. Për këtë arsye në fen tonë nuk kanë sens bestitnyt. Bestitnyt, ku njeriu ta vari shpresën apo të kenë ndikim në zemrën e tij, në fatin e tij, nga shenjat të caktuara, këto shenja bëhen kategorikisht ndaluara.
horoskopi apo shenja të tjera. Pse kjo gjë? Sepse këto cënojnë lidhjen, raportin e pastër korrekt me Zotin e gjithësisë. Ne na kërkohet që ta lidhim zemrën me atë që është burimi i gjitha të mirave. Prej tij vjen e mira, dhe Allahu i lartësuar e zbret provën dhe vetëm ai e largon atë. Gjithashtu, merr dhe mediton në atë të dytën për sa e përket të rëndësisë dhe shenjtërisë tek njeriu. Dhe që është jeta. Çdo gjë që e cënon, e rrezikon jetën e njeriu bëhet e ndaluar. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. A nuk e gjejmë në Kur'anin famëlar ku Allahu i lartësuar thotë dhe mos e hidhni veten tuaj në rrezik. Prandaj i themi të gjithë njerëzve, të gjithë besimtarëve që kanë mendje dhe kanë logjik, çdo sipërmarrje, çdo vendimarrje, çdo akt, çdo hap që të rrezikon jetën, bëhet i ndaluar, mos e bëj diçka të tillë. Aq më tepër pastaj nëse dikush shkon në atë aktin final të zymt, që është vetvrasja. Pavarësisht sa i rënduar mund të jetë njeriu, pavarësisht sa i ngarkuar mund të jetë emocionalisht apo mendërisht apo situata mund të jetë e vështirë. E di se çfarë do thotë të jetosh qoftë një ditë. E di se ç'do thotë të shijosh qoftë një ditë, 24 orë. Si dhurat që të ka dhënë Zoti i gjithësisë. E di ç'mund të bëjë një njeri brenda 24 orëve? Një njeri brenda 24 orëve mund të bëjë çuditëra. Mund të përsosë raportin me Zotin e gjithësisë, duke filluar nga pendimi, nga reflektimi, nga kërkimi i faljes, mund të përsosë raportet me njerëzit, duke shkuar derë më derë aty ku ka bërë dëm, që nga familjarët e tij, që nga të afërmit e tij, derë më derë, dhe duke kërkuar falje, dhe duke marrë përqafimet e tyre, dhe duke marrë halallëkun, ta kemi bërë halal. Di çfarë mund të bëjë njeriu brenda 24 orëve? Brenda 24 orëve mund të fitojë xhenetin dhe përjetësinë, madje edhe më shpejt se kaq. Madje edhe nuk i lipse, nuk i nevojiten edhe kaq shumë. Për këtë arsye, nëse i shijon dhe këtë 24 orë, nëse e shikon dhe një herë tjetër, edhe sot e shikon dritën e ditës apo rrezet e diellit, falendero Allahun lartësuar se të ka dhënë një mirësi shumë të madhe. Prandaj dhe ne jemi udhëzuar për të dërguar të Allahut të lartësuar të themi çdo mëngjes kur gdhihemi, pasi na ka marrë shpirtin Zotit gjatë xhumit, ta fillojmë këtë ditë të mbar duke thënë falënderimi i takon Allahut i cili ma ktheu shpirtin. Prandaj çdo gjë që e cënon jetën e njeriu bëhet kategorikisht ndaluar. Vrasja dhe dhuna dhe frikësimi, madje ka ndaluar pejgamberi alayhisalam që dikush të friksoj dikë qoftë me shaka. E di se ç'do thotë ta friksosh dikë qoftë duke bërë shaka. Besimtari nuk e frikson, robi nuk e frikson tjetrin. Pse? Sepse në këtë moment përjeton një tronditje ajo që është shumë e shenjtë, e shtrenjtë për njeriu. Është jeta. Imagjinoni pak se çfarë mund të themi për ata pastaj që derdhin gjakun e njerëzve pa të drejtë. Çdo gjë që i cënon njeriu të shenjtën apo të shtrenjtën e tretë, dhe që është shëndeti, kjo kategorikisht ndaluar. Pse nuk e pik këtë gjë? Pse nuk e ha këtë gjë? Sepse në thelb, në esencë, e ka një dëm aty, e ka një problem aty. Allahu e di, dakord e ka krijuar për të na sprovuar. Do Allahu i lartësuar të ekzistojë dhe ajo gjë që është e dëmshme në këtë botë. Ashtu si kundër e ka mbuluar, e ka mbushur këtë botë me gjëra të dobishme. Do që të na sprovojë se çfarë përzgjedhim në jetën tonë. Prandaj ka caktuar alternativa. Ka caktuar një gjë që është e pastër e këndshme, ka dash Zoti që të ekzistojë dhe ajo gjë që është e dëmshme, e lejuara dhe e ndaluara. Edhe Islami, feja e vërtet tek Zoti i gjithësisë, po njëkohësisht dhe rrugica apo rruga apo zgjedhje të tjera. Për këtë arsye, për të vendosur, për të aktivizuar logjikën dhe për të parë Zoti i gjithësisë çfarë zgjedhje bëjmë ne në jetë. Prandaj çdo gjë që e dëmton shëndetin e njeriu, në fen tonë është ndaluar. Dhe me kënaqëri thuaj, nuk ushqehem me të, nuk e konsumoj, nuk e pi, nuk e veproj. Pse sa është ndaluar? Po pse është ndaluar? Se Allahu dëshiron që unë të jetoj një jetë fisniku, një jetë shëndetshme, një jetë cilësore. Cila është jeta cilësore? Jeta cilësore është kur ti je i qetë, shpirtërisht, mendërisht, kur ti je larg rreziqeve, larg problemeve, kur ke të garantuar, dhe kjo është e katërta, pasurinë. A nuk rend gjithsecili prej nesh për pasurinë? Të gjithë duan pasurinë. Dhe ka dashur Allahu lartësuar që kjo pasuri të jetë e shenjtë për njeriu, e shtrenjtë dhe e shenjtë.
Di se ç'do thotë shenjtë? Që ti do matesh mirë nga e përfiton, sepse do t'japësh llogari nga ke përfituar dhe ku e ke shpenzuar, dhe është e shenjtë, sepse Zoti i gjithësisë ka caktuar kufi dhe ti nuk lejohet të kalosh sinorin tënd, nuk lejohet të kalosh kufirin tënd. Dhe ti je obliguar fetarisht të kënaqesh me atë që të ka caktuar Zoti i gjithësisë. Pak, elhamdulillah. Shumë, elhamdulillah. Nëse ke shumë, ke përgjegjësi dhe detyrime më shumë. Dakor, të ka privilegjuar, të ka përzgjedhur Zoti që të ka dhënë më shumë, jo se je më i zgjuar, jo se je më i shkathët, jo se je më i aftë. Deshi Allahu të përzgjodhi. Ka më të aftë se ty, ka më të zgjuar se ty, ka më të fortë se ty. Deshi Allahu të dha. Prandaj bëj llogarit mirë, të bëj llogarit të kthjellët. Mirë, po kjo pasuri është e shenjtë. Nuk lejohet kategorikisht të cënohet jetën pa të drejtë. E di se çfarë thotë pejgamberi Ersan? Thotë ka mallkuar Allahu lartësuar ai i cili tjetërson sinoret, kufit në tokën e Zotit. Dhe thotë profeti i Zotit, ai i cili përfiton padrejtisht një pëllëm tokë, 500 darka, padrejtisht, do t'i gjej në ditën e gjykimit kur dalë përpara Zotit lartësuar 7 palë tokë mbi qafën e tij. Mbi qafën e tij, mbi kurrizin e tij. Prandaj e shikon besimtari që i mëson këto detyra. I ka mësuar janë detyrat e shtëpisë, i ka mësuar që ditën e parë që ka ardhur në xhami, njerëzit posedojnë 5 gjëra të shtrenjta dhe të shenjta. Fen, mos u acëno. Jetën mos u acëno. Pasurinë mos i acëno dhe logjikën mos i acëno. Dhe çdo thot logjikën mos i acëno. Çdo gjë që dëmton logjikën e shëndetshme të njeriu, Allahu ka bërë të ndaluar. Edhe njerëzit theksoj. Sepse do Allahu lartësuar që ne të jetojmë një jetë cilësore. Dhe nuk është jetë cilësore që ti të mënjanosh nga jeta tënde, nga përditshmëria tënde, çdo gjë që ta lodh mendjen dhe çdo gjë që ta shkatërron mendjen dhe logjikën. Na nderon ne si prindër, na nderon ne si bashkëqytetar, na nderon ne si njerëz të mençur që të kemi mes nesh ose të shohim njerëz të cilët kanë degraduar në logjikën e tyre. E dini pse? E dini për çfarë? Sepse nuk kanë njanuar dot nga jeta e tyre atë gjë që Allahu lartësuar ka bërë të ndaluar. E dini se çfarë do thotë konsumosh drogë? E dini se çfarë do thotë konsumosh alkool? E dini se çfarë do thotë të aktivizohet logjika për një moment dhe del pasaj dikush, kush do qoftë dhe me kollaro, që japin dhe mendje në për televizion apo në jetën publike. E dini se çfarë do thotë? Do thotë që njeriu të mos ketë në kontroll veten e tij dhe të kthehet në qenien më të frikshme, më të rrezikshme. Dhe nuk është momenti për të mbledhur statistika dhe për të folur se çfarë dëme janë bërë. Duke filluar që nga familja të njerëzve të cilët janë të alkoolizuar, të varur nga alkooli, ose të varur nga droga. E shikon djalin, birin e nënës 2 metër në këmbë, që është kënaqësia e syve të prindërve të tij. Kënaqësia e syve të prindërve të tij. Ka ndërtuar ëndra, shpresat e ky fëmijë. E shikon që për një moment ky fëmijë nuk është më i aftë as për veten e tij, një barr për prindrit e tij, një barr edhe për shoqërinë. E dini pse? Sepse ka kriminal që nuk u bën fare përshtypje që të ushqen bijtë e nënave me drogë dhe me alkool, sepse duan vetëm që të pasurohen vetë dhe nuk u bën përshtypje kjo gjë. Por nuk shpëtojnë tek Zoti. Bëni mirë llogarit. Dhe duhet i bëjmë shumë mirë llogarit. Prandaj, ai i cili vret një njeri, thot Allahu i lartësuar, është të vrarë gjithë njerëzimin. Ai që shkatron mendjen, logjikën e një njeriu, është sikur ka të shkatruar gjithë njerëzimin. Ai që shkatron jetën e një familje, është sikur të shkatruar gjithë njerëzimin. Prandaj Allahu i lartësuar ka vendosur kufi. Dhe gjithashtu ka dash Zoti i lartësuar pra që të na ruaj këto 5 gjëra të shtrenjta dhe të shenjta. Fen e pastër, pasurinë, logjikën, jetën dhe nderin. Po njeriu mund të jetojë edhe me një kafshat, edhe me një vakt, dhe nuk e ka problem. Mund të kalojë dhe gjithë jetën. Mi po ka diçka më të shtrenjtë akoma se sa stomakun. E dini apo jo? E dini shumë mirë dhe e dim shumë mirë, dhe që është nderi, dhe është dinjiteti, dhe që nuk guxon, dhe askush nuk e pranon të cënohet, dhe askush nuk duhet pranoj për veten e tij që t'ia cënojë të tjerëve. E pranon për nënën tënde? Jo, i dërguari i Zotit. E pranon për motrën tënde? Jo, i dërguari i Allahut, maazallah. Mos e dash Zoti.
E pranojnë për tezën tënde, për hallën tënde, për kushurirën tënde, për të dashurit e tu, jo i dërguari i Allahut, mos e tash Zoti. Dhe këtu tani po themi fjalën e kujt? Të atij djaloshi i cili po ishte në moshë dhe kishte nevojë trupore për të martuar. Mirë po i thot oj dërguari i Zotit, ka ndonjë hapësirë që unë të krijoj një lidhje të përkohshme me dikë përpara martesës? Thot pejgamberi alsam, jo, nuk ka ndonjë hapësirë, sepse ti nuk e pranon të gjë për nënën tënde, për vajzën tënde, për tezën tënde, për kushurirën, për të afërmit e tu, për të shtrenjtët e tu, ti e thyhesh moralisht, e ul kokën pastaj nëse të ndodh, vritesh, shkatërrohesh, edhe të tjerët duan të jetojnë të qetë, pa u cënuar këto të shenjta, të shtrenjta që ua ka dhënë Allahu i lartësuar. E qëllon pastaj profeti alayhis salam prek një gjoks dhe i lutet Allahut të lartësuar duke i thënë: O Allah, pastroja zemrën dhe ruaja nderin. U qua prej këtij momenti, pa nga bashkëbisedimi me dërguarin e Allahut të lartësuar, ky djalosh dhe thot: Pasha Allahun, gjëja e fundit që mund të më shkonte në mendje ishte immoraliteti. Gjëja e fundit që mund të më shkonte në mendje ishte të cënoja nderin dikujt. Kjo është Islami. Ky është njeriu i cili edhe një herë them, nuk lë që të ndërhyjë në logjikën e pastër dhe të shëndosh emocioni, epshi, pasioni. Kur bëhet mix, ajo pak logjik ose ajo logjik me emocionin, me epshin, me pasionin, e sëmur epshi, pasioni dhe emocioni e sëmur logjikën e pastër. Është si virus. Prandaj kërkohet besimtarit që gjithmonë në vendimarrjet e tij të jetë i kthjellët, të jetë i kujdesshëm, të jetë shumë i kthjellët. Dhe çdo gjë dhe kujdes nga vendimarrjet të cilat bëhen me emocion. Dhe kjo thirrje është në veçanti për të rinjt dhe për të rejat tona, që i kemi jashtëzakonisht shumë të shtrenjtë. Absolutisht asnjëherë nuk duhet të hedhësh një hap dhe të marrësh një vendim kur je në emocione sipër, ose kur je i shtyr, i nxitur nga një pasion momental. Po çfarë duhet bësh? Do të qetësohesh, do t'i falësh 2 rekate namaz, do t'i lutesh Allahut të lartësuar duke i thënë: O Allah, nëse kjo është e mirë për mua, ma mundso. Nëse kjo është e sherrit e keqe për mua, ma largo o Zot. Prandaj o vëllezër, nuk dua të zgjatem shumë. Allahu i lartësuar i ka marrë dhe i ka përmendur shumë qartë në Kur'anin famulart cilësinë dhe përshkrimin e njerëzve të mençur dhe njerëzve të logjikshëm. Janë ata njerëz të cilët kanë karakter shumë të fortë, bëjnë betejë shumë të madhe me veten e tyre. Siç ka thënë profeti alayhis salam, e dini se kush është i zgjuari dhe i mençuri? El-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'da al-maut. I mençuri, i zgjuari është ai i cili kujdeset shumë për veten e tij dhe shumë punon për atë që është pas vdekjes. Këto 2 cilësi përmendi profeti alayhis salam për njeriu e mençur. Kujdeset shumë për veten e tij. Çdo thot e kuron në detaje veten e tij. Nuk lë gjë mangët për sa i përket vetes së tij. Duke filluar nga zemra, nga gjuha, nga raportet me Zotin, nga raportet me njerëzit. I mençur dhe punon shumë për atë që do të jetë pas vdekjes. Çfarë është pas vdekjes? Stacionet e botës tjetër, llogaria derisa pastaj përfundon me prijetësinë në xhenetet e larta me ndihmën e Zotit, ose Allahu na ruaj dikush në zjarrin e xhenemit. Merrni dhe lexoni surën Luqman. Ka sjellë Allahu i lartësuar se ka ekzistuar në tokën e Zotit një burr i madh, shumë i mençur, simbol i mençurisë dhe urtësisë, që quhet Luqman. Sa që dikush ka shkuar deri aty dhe ka thënë që mund të ketë qenë profet për profetëve të Zotit, edhe pse ndoshta më saktë është, jo, ka qenë një burr i mençur. Thot Allahu i lartësuar, unë i dhash Luqmanit urtësinë, mençurinë, dhe atij që i jep atë urtësia, mençuria, thot Allahu, i është dhënë thesar shumë i madh. Nëse gjën një shok, nëse gjën një partner, një bashort, një bashorte që ka urtësi, ka mençuri, një vëlla, një këshillues, një orientues, një njeri që të duhet në jetën tënde, në rrugëtimin tënd drejt Zotit të lartësuar, dhe është njeri i pjekur, është njeri i mençur, një njeri i urtë, ta dish që ky është thesar, sepse u me yu'tal hikmata faqad utiya khayran katira. Ati që i jepet urtësia, thot Allahu i lartësuar, i është dhënë thesar shumë i madh. Shikoni se si na mëson Allahu i lartësuar se si duhet të sillet në jetën e përditshme njeriu i mençur, i urtë, i zgjuar, ai që e ruan logjikën e tij dhe mendjen e tij të pandikuar, pa viruse, si duhet të jetë veprimtaria e tij. Dhe këtë na mëson nëpërmjet Luqmanit, që e mori birrin e vet, e uli përpara vetes së tij dhe pastaj i dha disa këshilla. Këshilla e parë, ti duhet të jesh mirënjohës ndaj Zotit. Ti duhet të jesh mirënjohës. Çdo njeri i mençur, çdo njeri i zgjuar, çdo njeri i urtë,
që këtu fillon urtësia, mençuria dhe zgjuarësia. Ti dedikosh dhe ti adresosh lavde, mirënjohje, falënderim Allahut të Madhërisht, vetëm atij. Nëse gjen një njeri i cili është mohues i Zotit, jo falënderues dhe jo mirënjohës ndaj mirësive të Allahut, ta di se nuk është i mençur, nuk është i zgjuar, nuk është i urtë. Po, mund të jetë i shkafët, siç thonë, mund të jetë dinak, dia i manovron në situata të caktuara. Nuk po flasim për dinakërinë dhe për shkatësinë dhe për mënyrën se si robi mund të zgjidhë situata të caktuara. Flasim për njerëz të cilët me të vërtetë kanë logjik, kanë mençuri dhe kanë urtësi. Cilësia e dytë që përmendi është la tushrik billah. Njeriu i mençur, i zgjuar me mendje dhe me logjik të plot, kur nuk adhuron dikë tjetër përveç Allahut. Kur balli i tij nuk përkulet për dikë tjetër përveç Allahut të lartësuar. Sepse prej Allahut ka ardhur gjithçka. Dhe vetëm tek Allahu ngritet gjithçka. Ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib wal 'amalu salihu yarfa'u. Tek Allahu ngrihen punët e mira, fjalët e mira. Prej Allahut zbret bereqeti, zbret jeta, zbret suksesi, gjithçka, dhe tek Allahu ngriten punët. Ç'lidhje kanë krijesat? Prandaj njeriu i mençur, i zgjuar, i urtë, ballin e tij nuk e vendos në sejdë për askënd tjetër përveç Allahut të lartësuar. Njeriu i mençur, i urtë, i di kadrin, vlerën, peshën, prindit, nënës, babës. Nëse gjen një djalë, nëse gjen një fëmijë që ka braktisur prindrit, nuk pyet për prindrit e tij, dhe jo më larg se sa mbrëm, më kërkon dikush i cili është prind për veten e tij, dhe më thotë të lutem hoxh, duhet patjetër na trajtosh një temë në lidhje me një fenomen i cili është i frikshëm. Vdesin prindrit dhe nuk ka kush i varros, sepse fëmijët kanë prioritete të tjera, duan luks. Në Angli, në Perëndim, në Amerikë, duan luks. Nuk është se të diskutojmë kafshatën e gojës, apo nuk është se të diskutojmë borxhet. Jo, duan luks me familjen e tyre të ngushtë dhe kanë harruar nga kanë ardhur. Harruan prindrit e tyre. I mençur është ai djalë, është ajo vajzë, ata fëmijë të mençur, të urtë, kanë lënë dhe kanë braktisur prindrit e tyre, të shijon ajo jetë, e bën gjumi rehat, të shijon ai para, ai lek, haram me kanë nga Zoti i gjithësisë. Po kema të dinu të dan, por harroj një ligj të jetës të pa shkruar. Siç vepron do të veprohet. Siç braktis do braktisesh. Siç lë të vetmuar do lihesh i vetmuar. Siç trajton të tjerët ashtu do trajtohesh. Wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nas. To janë ditë të numëruara që unë i rrotulloj tek njerëzit tot Allah. I rrotulloj. Dunjaja thot populli, kjo botë është portokalle do rrotullohet. Nuk mund, është e pamundur që një gjendje të vazhdojë gjithmonë në të gjithë në çdo kohë në të njëjtën gjendje. Prandaj i mençur i urti shikon dritën e syve të tij, prindrit, dhe aty përqendron vëmendjen, dashurinë për kujdesin, mëshirën, modestinë, gatishmërinë për shërbim. Gatishmërinë për shërbim. Edhe nëse, siç transmetohet, edhe nëse të kërkojnë të lësh gjithë dunjan, lere për hir të tyre. Nuk flasim luksin. Edhe nëse të kërkojnë të heqësh dorë nga gjithë dunjaja, të zhvishësh nga të gjitha benefitet e mirësitë e kësaj dunjaje. Nëse ta kërkon prindi, lere, braktise, sepse nuk ka dhurat më të madhe dhe nuk ka bereqet, bekim më të madh se sa njeriu të marrë uratat, siç thotë populli. Uratat e prindit, uratën e prindit. Duan e nënës, duan e babës, kënaqësinë e tyre. Kënaqësia e Allahut është aty ku është kënaqësia e prindit. Zemërimi i Allahut është aty ku është zemërimi i prindit. Nuk futet në xhenet aq. S'ka për të futur në xhenet. Ai i cili ke trajton prindit e tij. S'ka për të futur në xhenet. Nuk e ndjen aromën e xhenetit parajsës. Ai i cili nuk u di kadrin prindërve të tij. E din se si është çështja? Dhe kjo është pak problem, është se tojmë të temën e prindërve kur bëhemi vetë prindër. Por kur kalojmë edhe pak në moshë dhe kur e shohim edhe nevojën që kemi edhe për fëmijët tanë. Deri në këto momente ndoshta flisnim, këshillonim, por nuk e përjetonim me thënën drejtën ashtu siç duhet. Edhe ai që dëgjon dhe nuk e përjeton dhe atë dëgjonte dhe ai që fliste, ndoshta nuk e përjeton dhe mirë dhe shumë siç duhej atë që thoshte dhe atë që transmetonte. Prandaj njeriu i mençur, që lutim Allahu rasort na bëj prej tyre, shikon po pe një fëmijë që ndron aty te këmbëve të prindërve të tij, në gatishmëri për të shërbyer, ai është i mençuri, është i zgjuari, ai është me të vërtet besimtar i mirë. Gjithashtu i mençuri, dhe brenda 2 minutave po i përfundoj, i mençuri është ai i cili thën atë që dëgjon në praktik. Prandaj thot, o biri im, dije se kontrollo veten tënde. Ndije mbikëqyrjen e Zotit, të shikon Allahun, pavarësisht të shohin njerëzit apo jo, të shikon Allahun. Njeriu i mençur e di që e shikon Allahu i lartësuar. Dhe çdo gjë që ti bën, qoftë e mirë apo e vogël, e madhe
apo e vogël, e mirë apo e keqe. Edhe nëse e ke kryer në lartësitë e qiellit, edhe nëse e ke kryer në thellësinë e tokës, pavarësisht madhësisë së saj, je e ti biha Allah. Ta dish do ta bëj prezant e Zotit. Nuk i fshihesh dot Allahut të lartësuar. Jeton me ndjesinë dhe me bindje që nuk i fshihesh dot Zotit, do ndihmoj shumë për të bërë punë të mira. Do ndihmoj shumë të privohesh nga punët e këqija. Dhe o birim, fale namazin, urdhëro për të ke mira, largo nga e keqja dhe bëu durimtar në situatën që je. Kjo është zgjedhja më e mirë. Këto janë zgjedhjet burrore. Fale namazin, urdhëro për të ke mira, ndalo nga e keqja, bëu durimtar në situatën që ti je. Kjo është zgjedhja më e mirë që të lavdëron Zotit dhe ta bën rrisë pastaj të dalësh nga kjo situatë. Dhe o birim, i thot Lukmani, porositë e njeriu të mençur, drejtuar kujt? Njerëzve të mençur, tregohu modest në tokën e Zotit. Waqsid fi mashik, waghdud min sautik. Ec modest në tokën e Zotit. Përfito nga mirësitë që ka dhënë Allahu. Blije makinën e mirë, do të vishesh mirë, vishu mirë, do të jetosh një jetë cilësore, jeto pa arrogancë, pa mendjemasi. S'ke pse u tregon të tjerëve, s'ke pse u vën në dukje të tjerëve për faktin që nuk kanë. Jeto, kënaqu, lumturohu, shfrytëzoj mirësitë që të ka dhënë Allahu i lartësuar, por nuk është nevoja për të mburur, nuk është nevoja për arrogancë. Prandaj ec në tokën e Allahut me modesti, me thjeshtësi, ule zërin tënd, sepse është një zë i cili është shumë acarrues, shumë i shëmtuar që është zëri gomarit, ai që der prej gomarit. E nuk i takon besimtarit, njeriu të fisnik të mençur, që të lëshojë në publik apo në vende të caktuara zërin e tij. Pra që do thotë o birim, njeriu i mençur është i moralshëm. Vallahi billahi, nëse shikoj një njeri që nuk ka moral, nuk ka etik në të folurit e tij, në sjelljet e tij, në marrëdhëniet, në raportet që ndërton me të tjerët, pendosi x atij njeriu. Ai nuk është meritor. As për të patur, për të bërë kurshi, as për të bërë tregti, as për të patur një shoqëri të ngushtë, sepse morali është thesar. Dhe morali është tregues se sa mendje logjik dhe urtësi ka njeriu. Prandaj njerëzit e mençur të logjikshëm dallojnë orë të nderuar. Ne lutim Allahun lartësuar që të na bëjë të tillë. Dhe gjithmonë jemi në proces. Dhe prandaj na lipsen këto xhuma, që nuk duhet të privohemi. Dhe prandaj na lipsen këto takime. Dhe prandaj na lipset na nevojitet gjithmonë që të jemi në kontakt me fenë e Allahut të lartësuar. Dhe prandaj na lipset shumë dhe na nevojitet shumë që në krah djathtas dhe majtas të kemi njerëz të mençur, dhe njerëz të urtë, dhe njerëz të logjikshëm. Lutim Allahun lartësuar që na bëjë prej tyre. Dhe i kërkojmë Allahut të lartësuar të na mbulojë me mirësitë e tij në këtë botë, të na ruajë këto mirësi dhe të na shtoj, të na falë Allahu, të na mëshirojë, të na ruajë prindrit tanë, nëse kanë shkuar tek Zoti i gjithësisë, Allahu t'i mëshirojë, dhe nëse janë gjallë, Allahu të na ruajë. Dhe kërkojmë Allahut të lartësuar që të jetojmë një jetë prej të mençurit, të logjikshëm, të zgjuarit, dhe kërkojmë Allahut të lartësuar që në ditën e gjykimit të dalim faqe bardhë dhe na të bëjë Allahu lartësuar në xhenetet e larta. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم.